Po ishte bukur. Po, Ishte normalisht. emocioni veçantë. Shumë. E mendoje veten duke luajtur si një aktore më shumë, ë? Po, edhe pse u kanën thjesht qysh është për një me jeta jam reale. Sigurisht. Po, unë jam një shumë... Unë aty kam pa Sarën, ma jo si Sarën, ai personazhi që po e luan jetën e vet, po Sarën një aktore fantastike që tamam po e luan, se për aktorëve kjo kërkohet. Që t'jenë sa më të natyrshëm. Ajo shku, realisht, mendoj që rrjedha u shku aq bukur, sa që duket Sara sikur aktore. Realisht ajo ka qenë realja që e thash. Aktrimi, pjesa e aktrimit ka qenë ose aranzhimet jashtë në rrugë, u dosh me kthy 2-3 herë, ecim edhe një herë, tu shku në ushtrime, tu kthy, e pjesa e kësaj e ka bën në mënyrë aq natyrale, që shumë mirë po e thoni, është aq natyrale intervista, so që duket sikur më e bë me lut një personazh se jo vetveten. Kjo është për kjo kërkohet për aktorëve. Po. Regjisor shpirtin ja u marrin aktorëve, luaj sa më natyrshëm. Shpeshherë nuk mundem me nxjerr. Sa ka ndryshuar jeta jote, raportet me njerëzit para edhe pas filmit, po t'i krahasonim? Po, nuk, normal është një diferencë. Unë i pasha dhe shokët dhe shoqet e klasës. U egzaltu i gjithë publiku, u lumturun beso për lojën tënde, për ty, për atë që ke thyrë limitet. Me të kallëzu drejt, asone nuk e kom prit me pas atë shumë pishës tam. E kanë normal, këtë e kanë ditë paka shumë historinë, po se kanë ditë në atë nivel, që për fillimit shukon edhe pjesa ku nana ka të regu qysh ka ndodhë. Ka diferencë, më kanë këshyrë nashta pak ma ndryshe mas filmet. E kanë po që për një me nuk është e letë që akom kalu, po edhe e kanë po që jem thjesht e fort edhe nuk u kanë naj sen shumë tragjik që më ka ndodhë. Ti e fort. Ndëgjo, tash i këtu tragjiken e kemi vra me paraqitjen tënde, me filmin, me bukurin, me absolutisht. E kemi bo sukses. A me ndonë me lujt në të ardhmen? Me bo regjisori me të ftu për në i rol? Nuk e refuzoj, se... Nuk e refuzoj! Po, me të kallëzu drejt, masi e kom vu filmin, kom marrë shumë komente për aktrim. Edhe nuk ka hi në qef, nuk me me adin... A të ka hi në qef? Po, shumë. Shik, jo, klarë! Edhe kjo, ato pjesëra i kemi kalu, kemi pa, me shkolle, me kompjutere, me sporte, me, tani, po i kthehemi, po i ngjitemi aktrimit. Profesorin e kemi këtu, edhe të tjera kanë pasarën, si personazh që absolutisht jashtëzakonshëm je paraqit dhe është një heroizëm i llojit vet, Sara. Absolutisht. Dhe ishte shumë e bukur. Çfarë do t'ju thoje fëmijëve apo të rinjve që ndrihen, që ndjehen ndryshe dhe se janë të kufizuar? Nuk qëta të kufizuar në kur s'kom pas qef me përdor për vete. Se nuk kemi... Ka bukur me që ka kemi me përfëndur. Mos ka përdor një kufizuar, kur? One, ndryshe kom pas qef gjithë me përdor, për shkak që po, jam ka ndryshe, po e kufizume se jam ka në kur. Se nuk bën, pa e provu nuk e din kur. Se tashti, se cili njëri e ka një gjatë që nuk mundet me bo, se nuk kemi perfekt në gjithë sen. Po, pa e provu nuk mundesh me ditë kur, aje e mira o jo. Se normal gjithë sen, kër e fillon, fillim, do këtë e shtirë. Po, tu mundu me dashni, me pun, kemi arrit gjithmonë. Kështu që nuk e besoj nuk besoj në këtë fjallin kufizem. Kështu që për... E kemi heq, ma se përdorën. Po që ju thu? Mos më dërzu kur? Mos më dërzu heq kur, se nuk ja vlen, mos më dëgju fjallit tjetër kujna, heq kur. Se e ki veç qëllimin tënë, dësh me a qitë vetës një qëllim, caktum që dënë me bo, edhe veç me vazhdu për para dhe kur mos më nalën. Tash përveç aktrimit e kryim, se po na pëlqen aktrimi. Kemi, qka po të pëlqen më shumë? Në vazhdim, studimet tua ka kanë në shkunë, cilën drejtim?
Po, une Se tash... mundesh me studiu, dhe diçka tjetër, aktrimin ta ka dhënë Zoti, e kuptum atë. Une tash të jam në shkollën e mesme për teknologji, për qëllimet e mia e kam si dëshirë me vazhdu në teknologji, se e shës që në tarmën teknologjia është tu avancu edhe besoj që vynë. Po normal, pse jo në sportin e kam shumë zamër, e kom lujt shumë për e vogël, çdo sport mund që me kom provu. Edhe ato kësha pas me qef me po vetën në tarmën tu e bo. Në vazhdimsi. Po. E të falimderit shumë. Faleminderit, Që na ke ardhur këtu në... Profesor, kush kanë qenë mbështet si tu në jetë, kush ka hjek mas shumë ti me ty, se goxha shumë punë, goxha shumë përpjekje, goxha shumë rrugtime, gjithandej, lëvizje. Sigurisht për mbështetësit e tregova pjesa e familjes ka nesa qenë prej babës. Ajo privat, do më pjesa private, po edhe pjesën e festivalit to e kemi një ekip jashtëzakonisht mirë. Për ata desha me thonë kemi gane Firasim Ganimetin ku është generatori joni, ajo e bën çdo gjë, ai qëndron në Amropa. Pastaj janë ekipa tjetër ka qenë Michael Stoger ku kemi xhiru me kamerë, është një koleg ynë austriak që s'na halon asnjëherë në Bolt, gjithmonë ka ardhur na ka përkrah, herë me honorare, herë pa honorare, nuk e ka këshyr kur. Mandej edhe ekipa tjetër, Sara e kanë qenë, domethënë, nuk jem shumë, jem 5, 6, 7, po janë gjithë që punojnë pa ndërprej edhe sigurisht që për ndrysh ka qenë problem u realizu gjithë këto aktivitete. Familja jote përbëhet prej psikologës? Po, mandej... Psikologës që e ka emrin? Edita. E që është gruaja jote? Po. Edhe sa fëmijë? Eliasin, ja. E Sara, që ti kam qenë? E pa, babi, mami, të gjithë kështu? Normalisht, familja e para, e kom pas gjithmonë mbështetjen edhe kom qenë me fat që e kom pas gjithmonë. Normal, familje. Rrugtimi jam nuk kanë i lehtë dhe alo, se kom kry rrugtimin, kjo veç fillime, po normal, familjen e kam rënd parë. Nanën babën normal, mas shumëte, kam përkra në gjithë shka. E ke pa që shi pysin, a do më shumë mamin a babën? Pytja ma e poshtër, ku me ndabë? Po, edhe motrat, edhe vllahun e motrat i kam shumë afër zemre, edhe sinqerisht unë s'kisha mujt pa motrat. I kam kështu ta nguri se me motra mundesh me fol gjithçka, mundesh me fol me sane që s'mundesh as me prind me folën. Kështu që familjen e kam gjithmonë për krahasin më të madh dhe gjithë e kam pas. Unë mendoj që ti je me shumë fat për plot gjëra, edhe je me shumë fat që e ke takuar dhe profesorin. Po dhe profesori është me fat që të ka takuar. E ka mbush, e ka një aktorët sigurt të mirë, a profesor? Sigurisht. E cekëm edhe ma herët thash përpos asaj nuk ka ndodhur gjatë gjithë filmit në asnjë moment me e kthy kamerën për shkak nëse po flas për skenat jashtë intervistës ose edhe në intervistë. Domethënë nëse ka shiku kamerën, që është ajo mos e shiko kamerën se duhet me kthy edhe një herë. Nuk na ka ndodhur asnjëherë kjo. Këtë problemet kanë qenë teknike, domethënë jashtë kësaj. Nuk po them pse është Sara këtu, po është shumë e vërtetë. Nga ata natyrshikët që i ke takuar në rrugë, Sara na del një superyll. E jashtëzakonshme definitivisht. Ishte kënaqësi që u kisha mysafir. Faleminderit. Profesor, faleminderit. Pa ke thënë gjëra të bukura. Unë them, nuk është të thënë për të thënë edhe për dëmë të tërën, se duhet na vini edhe herë të tjera. Sara, faleminderit shumë. Veç nga zemra me një dorë turkitje të madhe dhe të spektatorit dhe telespectatorit ton, mund t'ju falenderoj nga zemra që ishit e që na thatë gjëra shumë bukura. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit.